Në Prizren është hapur ekspozita me fotografi nga xhamitë e shkatruara gjatë luftës në Kosovë dhe Bosnjë e Hercegovinë, e cila dokumenton shkatrimin e objekteve fetare islame gjatë viteve të 90-ta. Ekspozita sjell dëshmi vizuale të shkatrimeve të planifikuara, duke pasqyruar një politikë sistematike të zhdukjes së trashëgimisë fetare dhe kulturore në rajon. Iniciatorët e kësaj ekspozite theksuan se në këtë ekspozitë paraqitet shkatërrimi planifikuar i xhamive, i realizuar përmes metodave fashiste me qëllim zhdukjen e identitetit fetar dhe kulturor të dy popujve. Nëse shohim këtë ekspozitë me qetësi dhe vëmendje, secili prej nesh mund të kuptojë qartë agresionin e ushtruar si në Kosovë ashtu edhe në Bosnjë, qëllimet fashiste, mjetet dhe metodat e përdorura për realizimin e projekteve që synonin një Bosnjë pa bosnjak dhe një Kosovë pa shqiptar. Është obligim moral dhe historik që ta kujtojmë rrugën e dhimbshme që kemi kaluar, gjatë së cilës jemi përballur me gjenocid, masakra kulturore dhe shkatrim të objekteve sakrale, vetëm se i përkismi një etnie dhe një besimi tjetër. Me këtë ekspozitë, ne kemi dashur që të trokasim në ndërgjegjen e mbar botës, por sidomos kemi pas dëshirë që gjeneratave të reja dhe brezave të ri të arikujtojmë se çfarë të kaluara të dhimbshme kemi pasur dhe çfarë fqinj agresiv dhe gjenocida kemi pasur ne dy popujt bosnjak dhe shqiptar. Dhe kjo do të jetë këmban për gjithë neve që kur të mos e harrojmë të kaluarën tonë të dhimbshme. Kryeimami i Bashkisë Islame në Prizren, Orhan Efendi Bislimaj, tha se kjo ekspozitë dokumenton shovinizmin serb ndaj Kosovës dhe Bosnjë e Hercegovinës, duke dëshmuar për masat e agresionit ndaj objekteve të kultit. Njësoj si bosnjakët edhe ne shqiptarët e Kosovës e përjetuam çmendurinë e torturave, burgosjeve, vrasjeve e masakrave gjatë viteve 90-ta në përmasat të gjenocidit. Të njëjtin fat e patën edhe xhamit tona, e të cilat atëherë sot simbolizojnë gjallërinë, rezistencën, shpresën, lirinë dhe mosnështrimin. Kjo ekspozit pra kujtesa në fotografi xhamit e shkatëruara në Bosnjë, Hercegovinë dhe Kosovë gjatë viteve 90-ta, sakralocid i planifikuar, është një dokumentim i shovinizmit serb përmes inercionit të artit. Edhe nën kryetari i komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, u shpreh se përmes fotografisë, kjo ekspozitë sjell një dëshmi të qartë të politikës së pushtuesit të asaj kohe. Kjo ekspozitë sjell para nesh dëshmi vizuale të një politike shkatrimtare që nuk synonte vetëm objektet fizike, por vetë kujtesën kolektive dhe identitetin kulturor të komuniteteve të prehura. Xhamit si institucion shekullor të besimit, arsimit dhe jetës shoqërore e goditën pikërisht sepse përfaqësonin vazhdimsinë historike dhe shpirtërore të një populli. Në Kosovë dhe Bosnjë, shkatrimi i objekteve të kultit ishte pjesë e një strategjie të gjerë të spastrimit etnik dhe kulturor. Ndërkohë, kryetaria e Kuvendit të Kosovës, Emilia Rexhepi, tha se ruajtja e kujtesës historike është e domosdoshme dhe se organizimet e tilla nuk bëhen në shenjë hakmarrje, por që gjeneratat e reja të dinë se çfarë ka ndodhur në këtë vend. Ekspozita e organizuar mes Bashkisë Islame të Kosovës dhe asaj të Bosnjës do të qëndrojë e hapur për publikun në Prizren deri më 7 shkurt, ndërsa organizatorët kanë bërë të ditur se ajo do të hapet edhe në qytetet e tjera.